والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Të dashur vëllezër, sonte inshallah do të flasim për fjalën e parë ose tregimin dhe rrëfimin e parë nga Hatixha radhiyallahu anha në momentin i cili ka qenë më kritik në jetën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Siç e dini, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i ka zbrit shpallja. Edhe në atë moment ai nuk ka ditë se çfarë po ndodh me të. Është mërzit, është friksu faktikisht, dhe ka shku në shtëpi te Hatixha duke kërkuar ndihmën e saj. Madje ka thonë një fjalë shumë interesante, ka thonë laqad khashitu ala nafsi. Jam friksuar për vetveten time, domethënë çfarë po ndodh. Në këto momente kur shkon pejgamberi sallallahu alajhi wasallam te shtëpia e vet dhe i thot këto fjalë, gruaja e tij Hatixha radhiyallahu anha e pret me disa fjalë tjera, të cilat mendoj se në këto momente kanë qenë vendimtare për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Thot: "Kalla abshir, fa wallahi la yukhzika Allahu abada. Innaka la tasilu ar-rahim wa tasduqu al-hadith wa tahmilu al-kal wa taksibu al-ma'dum wa taqri ad-dayf wa tu'inu ala nawaib al-haq." Jo, kurse si, përkundrazi përgëzohu, nga se pasha Allahun, Allahu kur nuk do të humb, ose Allahu kur nuk do të poshtroj. Sepse ti mban lidhjet farefisnore, e flet të vërtetën, i ndihmon të dobtit, u jep atyre që s'kan, e ndëron musafirin dhe ndihmon në çështjet e së drejtës. Këto janë fjalët që Hatixha radhiyallahu anha i thot pejgamberit sallallahu alaihi wasallam momentin që ai vjen i friksuar nga fillimet e shpalljes. Normalisht për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, siç e thash, nuk ka qenë lehtë mi ardh me leku edhe mi thon lexo në shpellën Hira, sa ka qenë ai duke ndajtur atje, për arsye se ka qenë ballafaqimi i parë, ka qenë momenti i vështirë dhe ka pas nevojë për disa fjalë që e ngushëllojnë, që e forcojnë dhe që ja lehtësojnë këtë mërzi dhe këtë frikë që ka pas. Këtë moment e dashur vllazëni është interesant. Hatixha radhiyallahu anha, kjo grua e mençur, kjo grua, siç e përmenda edhe në biografinë e saj, kjo grua sa 7 burra, jo vetëm që e ka ngushëllu, jo vetëm që i ka ndajt afër pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, por faktikisht ka fol me një siguri interesante, derisa siç po shihni në fillim është betu. Ka thonë kurse se nuk ka mundësi ty Allahu me të humb. Kurse se nuk ka mundësi Allahu ty me të humb. Madje është betu, ka thonë vallahi nuk ka mundësi Allahu ty me të humb. Kjo formë e sigurisë që ja ka dhuru Hatixha pejgamberit sallallahu alajhi wasallam është shumë interesante. Domethënë në kësaj raste ka mujt për shembull, ka mujt me thonë për shembull Hatixha që domethënë çetsohu, ta shohim ç'është çështja, ndoshta ke pas ndonjë problem, ndoshta domethënë me fillu, nuk po them ndoshta mua anku, edhe pse shumica grave ndoshta ishin friksuar në kësaj raste. Kishin me fol fjalë ndoshta të pahishme, ndoshta kishin më friksuar, ndoshta kishin më thonë çfarë shka ka ndodhur, çka pas ka ndodhur, kush ka ardhur, më janë nis tregimet edhe me bënë një serial, një film atë. Leje që këto s'ka ndodhur asnjëna, por edhe ajo farë siguria që ja ka ofruar Hatixha pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, ajo farë qetësia që ja ka ofruar ka qenë maksimale. Domethënë mos u frikso, se vallahi Allahu s'ka me të humb kur. Kjo është shumë interesant. Çështja e dytë që është pasur interesant është se Hatixha radhiyallahu anha
i ka përmend disa prej vlerave, disa prej virtyteve të mira të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, përmes se cilave është argumentu se nuk ka mundësi ky njeri me dështu. Dhe kjo është çështje tjetër e një anës së lartë të logjikës, të mençurisë. Domthon është argumentu me vlerat morale për vërtetësinë ose për sigurinë e pejgamberit alayhis salam. Dhe kjo e tregon që është tash mençurinë e saj të madhe. Pse do të vëllazëni? Për arsye se vlerat morale, drejtësia, mbajtja lidhje fare fisnore, ndihma ndaj të dobtit, respekti mosafirit, ndihmesa ndaj tjerëve në çështjet e drejt kur janë ose në çështjet kur janë në rrugën e domethënë në gabim dhe ndihma që më largu pe gabimit tek kështu me radhë, këto faktikisht janë sheja të krijimit të forcës së Allahut në tokë. Këto janë sheja. Që do më thonë, na e dim se Zoti është i drejtë. Na e dim se Zoti i ndihmon njerëzve. Na e dim se Zoti është në anën e të drejtës dhe është kundër të keqes, kundër gabimit. Tash përderisa është kështu, dhe kjo është natyrshmëria e këtij njerëzve. Domthonë nuk ka mundësi njerëzit të keqes përgjithësi me thonë që kjo është e mirë. Po i din vlerat e mira, edhe i din gjërat e këqija, edhe moralet e këqija. Po ashtu njerëzit nuk ka mundësi mos me ditën drejtësinë, mos me dash drejtësinë, mos me dash fjalën e mirë, mos me dash fjalën e drejtë e kështu me radhë. Pse? Që ashtu Zoti ka kriju njerëzit. Kjo është prej mrekullisë në krijimin e Zotit. Që ashtu Zoti ka kriju njerëzit në çat formë. Dhe kjo është shej e krijimit të Zotit në tokë. Dhe tash kur një person i ka çdo virtyte, çdo cilësi, a ka mundësi që ky person me u lënë lloç pe Zotit? Do një pyetje interesante. A ka mundësi që ky person me lënë lloç pe Zotit? A ka mundësi që ky person me u zhgënjy prej anës Zotit? Përderisa i ka çdo cilësi që vetë Zoti i ka sjell te njerëzit edhe i ka bërë te njerëzit ligj në tokë, edhe Zoti i don. Dhe secila natyrshmëri e pastër e njerit i pranon, i promovon edhe i konsideron si vlera. Për këtë arsye, në këtë pikë Hatixha ka qenë që shtash i ka tejkalu pritshmëritë e kohës saj. Për arsye se është argumentu me anën logjike, me mençurinë e saj për vërtetësinë e gjendjes së pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Madje edhe sot dashur vëllazëni, edhe sot dietar të ndryshëm kur përmendin shejat se feja e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, se vetë pejgamberi sa ka qenë i besnik, ka qenë i drejtë, kur i përmendin tash një prej shejave që e përmendin edhe nuk ka mundësi me harru, është edhe ana morale e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Ana morale e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam është shej edhe argument se ai ka qenë pejgamber. Pra se vlerat morale janë pjesë e identitetit një njerit, të cilat tregojnë për lidhjen e tij të drejtë, të sinqertë me vetëm pikësparje dhe pastaj me njerëzit që rrethojnë. Për këtë arsye dashur vëllazëni, edhe këto vlerat që janë, këto që përmend hadith, është interesant se shumë për këtyre vlerave kanë humbur mesin e arabëve. Arabët kanë pas shef më lavdru me dhanje, me ndihmë, po jo që i kanë ndihmu çdo kujt. I kanë ndihmu një shtresës caktuar, një shtresës jo. I kanë ndihmu dikujt që kanë pas interes për ti, dikujt jo. E kanë folë të vërtetën atëherë kur e kanë vërejtë që është për dikant që këta kanë miqësi me ta, e nuk e kanë folë kur ka qenë kundër tij për shembull. Edhe pejgamberi sallallahu alajhi wasallam përveç që i ka përfshi këto virtyte, këto vlerat moralit në jetën e tij, në njëjtën kohë nuk i ka bërë këto dallime mes njerëzve. Dhe kjo është çështje shumë e rëndësishme. Pra nuk ka bërë dallime mes dikujt që ka pas afër, mes dikujt që ka pas larg, mes dikujt që ka pas lloj miqësie me ta, lloj marrëveshje me ta, ose me dikant tjetër, jo, për të gjithë ka qenë i njëjti. Dhe të gjithë këto shtresa kanë qenë të njëjtë para tij. Madje, nëse i merr dhe shishon
këto vlera morale e shet që shumë për tyne, ose shumica e tyre kanë të bëjnë me shtresa të, si me thonë, të marginalizuarat të shoqënisë. Ose me thonë shtresa që kanë nevojë për ndihmë, shtresa nevojtare, shtresa ma e ultë, ma nevojtare shoqënisë. Edhe në kësi momente hala ma shumë vrehet morali i një personi. Domethënë, ndoshta po them kështu, letash me fol mirë me një njeri që pret prej tij diçka. Letash mi ndihmu një njeri që pret prej tij diçka. Letash mi dalën krah dikujt edhe mi amajt anën atij që është i fortë ai vet, edhe ti shpreson që ai një ditë ka me të gjindë. Kjo vlerë është mirë po është e ka ndoshta mbrapa një lloj interesi. Amo vlera plotësohet edhe i pët pamja tamam ç'është dohet e saj, kur përballë ki dikant që ndoshta kur nuk ka mundësia me ta bëjë qoftë edhe një të mirë sa grimca që është ajo. Dhe këtu ti tregon se i ke ndihmu jo për shkak që jetu prit diçka prej tij, po për shkak se e din se që kjo punë, që kjo vepër që jetu e bo, është vepër e mirë. Është vepër që e don, nëse je musliman dhe e praktikues, e don Zoti dhe e pret shpërblimin për Zotit. Ose e din që është për vlerave njerëzore që ti nuk don me të humbë. Andaj këtu vrehet, të del pa edhe një herë, ky morali i madh i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Për arsye se i kanë ndihmu gjitha shtresave, i kanë ndihmu gjitha njerëzve, sidomos aty në shtresave që kanë qenë më nevojtare dhe që kanë qenë ndoshta të papërfillshme në shoqëri. Ndryshe nga populli i tij, nga njerëzit cilët nuk është që nuk kanë bërë vepra të mira, ka pas mesin e tyre vepra morale që kanë mbet, mirë po zakonisht i kanë klasifikuar njerëzit, i munu për mesin e veprave, me arrit diçka e kështu me radhë. Po këtë arsye do të vllazni, Hatixha radiallahu anha përmend disa pikë këtyne, si me thonë, këtyne bazave të moralit. Edhe i përzgjedh fjalët e bukura, të përzgjedhura dhe të goditura. Pra se përmend si tash kategoritë e ndryshme në shoqëri. Lidhet fare fisnore, të folurit e vërtetës, ndihma ndaj të dobtit, dhe ndihma ndaj atyre që kanë mbet, nderimi i mësafirit, dhe ndihma ose mbajtja e anës së të drejtës. Secila prej këtyre është, si më thonë, është vlerë në veti. Dhe për secilën prej këtyre ka ardhur pastaj citate të ndryshme në Kur'an edhe në fjalët e pejgamberit që i lavdron këto vlera, i ngrit shumë lart dhe shpërblimin për këto vlera e tregon që është shumë shpërblim i madh. Nga se subhanallahu, përmes kësaj, sikurse Hatixha radiallahu anha me mençurinë e saj, me natyrshmërinë e saj të pastër, me zemrën e saj të pastër, po i tregon disa vlera dhe i përmend disa virtyte, disa vlera morale të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, të cilat në realitet pastaj do të bëhen pjesë e pandashme e karakterit të muslimanit që përmendën në për hadithe në për ajete ndryshme. Allah thot men a'ta wattaqa kalla men a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Thot ai që jep dhe i friksohet Zotit. Edhe e beson ajo që ka me ardhur në ditën e ardhshme, xhenetin, dhe e beson atë që vjen nga premtimi i Zotit, atij do t'ja lehtësojmë rrugën për gjërat faktikisht do të jetë rruga e tij do të jetë lehtë për në xhenet. Domthonë ka përmend dhënien, ka përmend vërtetësinë ose të përmbajturit ndaj të vërtetës që janë vlera faktikisht. Pastaj pejgamberi ka unë hadithe ndryshme, ka folur për lidhjen, mbajtjen e lidhjes farafisnore, vlerën e saj, foljen e të vërtetës, të foljet e të vërtetës çfarë do gjende që është njeri, kur është me të ose kur është kundër tij. Pastaj pejgamberi ka folur me ndihmu njerëzve, ndihma ndaj njerëzve. Madje me një hadith thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, bamirësia, veprat e mira ndaj njerëzve të ruajnë nga belat, nga sprovat. Faktikisht për gjitha këto vepra që ka vënë Hatixha këtu si me hundën rregullat përgjithshme, pastaj kanë ardhur mas vdekjes Hatixhës. Mas vdekjes Hatixhës kanë ardhur citate të ndryshme
në Kur'an, në fjalët e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam që tregojnë për vlerën e madhe dhe shpërblimin e madh që kanë këto vepra. Çështja tjetër që është interesant, Hatixha radhiyallahu anha e ka përmend edhe lëvizjen e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam me njerëz në përmes këtyre veprave. Nga se për me ndihmu dikujt, për me qenë afër dikujt, ose është i afër me ët, ose është i lartë. Kjo është një anë. Ose është i varfër, kjo është një aspekt. Ose është i varfër, ose është i pasur. Kjo është aspekti tjetër. Ose është i pavarur, domthonë vendos vetë për jetën e vet, ose është i varur, dhe ky është aspekti i tretë. Këtu i kena prafërsisht ose është në të të mirën e dikujt, ose është kundër tij. I kena vlera të ndryshme, dikun 7, 6 deri në 8 lloje, në 8 aspekte që ka mundësi dikush me ndihmu dikujt. Falë edhe një, ose është me pasuri, ose është me trup, ose është me gojë. Dhe nëse i merr krejt të ndarje, në ndarje sa po bëhen, nëse i merr të gjitha këto e vren që pejgamberi sa përmes këtyre veprave që i përmend Hatixha i ka përfshirë të gjithë. I ka përfshirë të gjithë këta. Dhe i kanë ndihmu të afërmit dhe të lartit, i kanë ndihmu të varfrit dhe atij që ka pas pasuri, për ka pas nevojë për ndihmë, i kanë ndihmu me fjalë, i kanë ndihmu me trup, i kanë ndihmu me pasuri. Edhe faktikisht përmes virtyteve tij morale i ka përfshirë gjitha shtresat e shoqënisë. Edhe bamirësia, hajri i tij ka mritë të gjithë njerëzit. Këtë arsye do të vllazni, kjo fjalë e Hatixhës e përshkruan më së bukuri jetën e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Sikurse është një shembull, sikurse është një thesar që është mbledh me një vend dhe Hatixha ka marrë dhe ka dhënë umetit krejt. Ka thonë ja, nëse doni me ditë kush ka qenë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, nëse doni me ditë definicionin e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, ja merrni këtë fjalësh, këtë fjali që kum përzgjedh gjatë jetës time me të dhe përmes saj kum ndesh me tregu se kush ka qenë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Sikurse po thotë kështu. Është interesant dashur vëllazë, e ngjashme ose shumë e ngjashme me fjalët e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, me fjalët e Hatixhës, shumë të ngjashme me të janë edhe fjalët e një personi tjetër që ai nuk ka qenë musliman, ka qenë pa besimtar, që quhet Ibn Dughunne, pasi që ka filluar shpallja e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, dhe Abu Bekri siç dihet pas Hatixhës është personi i dytë që ka pranuar Islamin. Mas një kohë saktuar Abu Bekri faktikisht ju ka ngushtuar gjoksi dhe ka filluar me u mërzit dhe me u bezdis duke pa persekutimin që po ja u boi muslimanëve në Mekë kështu me radhë. Dhe një ditë për ditë vendos me largu prej Mekës, me bu hijret. Dhe ky person i takon Abu Bekrit. I thotë çka po bën? Ku po shkon Abu Bekri? Thotë po dal te këtu, thotë faktikisht ju mërzit prej torturave, persekutimeve, fjalëve e kështu me radhë. Pastaj ky ja thot subhanallah, ja thot të njëjtat fjalë që ja ka thonë Hatixha. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ky ja thot njëjtat fjalë Abu Bekrit. Thot personi, një njeri sikur të nuk bën me dal pikë këtu. Thot ti ndihmon të varfërve, e nderon musafirin, i del ndihmë atij që s'ka. Domthonë njëjtat cilësi që ju përmend për pejgamberin sallallahu alajhi wasallam, ai i përmend për Abu Bekrin. Që të mohon këto vlera që i përmend këtë fjalë të Hatixhës radhiyallahu anha, sikurse kanë qenë në mesin e njerëzve të mençur, edhe pse siç thash, me të madhe janë largu dhe ndoshta edhe janë deviju dhe janë degradu mesin e Paris Mekës. Megjithatë kanë mbetë si vlera. Ose kanë mbetë si mësime të pejgamberëve më herët që kanë mbetë mesin e popullit të Mekës. Dhe pastaj janë përmend. Dhe siç janë subhanallah, njeri më shumë që i kanë gjallë pejgamberit sallallahu alajhi wasallam ka qenë Abu Bekri. Edhe kështu, edhe në jetën e tij, edhe në qëndrimet e tij, madje edhe para Islamit, kanë qenë të ngjashëm në virtyte, kanë qenë të ngjashëm në tabiate, në natyrshmëri. Dhe është personi vetëm që ka thonë vetë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam që e ka pranuar Islamin pa e pyet pejgamberin sallallahu alajhi wasallam hiç, pa u menduar hiç.
Pse? Se e ka ditë që ky personi çka do të thotë është e vërtetë, është e drejtë. E ka provu jetën e vet. Dhe pastaj vjen dikush edhe e përshkruan Ebu Bekrin, i cili nuk e ka njoft Hatixhen, s'ka pas lidhje me Hatixhen, e përshkruan Ebu Bekrin me të njëjtat fjalë, me të njëjtat virtyte, me të njëjtat vlera morale, siç e përshkruan Hatixha pejgamberit alayhis salam. Kjo është interesant. Është interesant edhe Herakli. Kur e pyet Ebu Sufjanin pyetje të ndryshme që është e njohur në hadithin që transmeton Imam Buhariu, dhe në mesin e pyetjeve thotë, a mashtron në herë ky njeri për Muhamedit? A gënjen në herë? Dhe unë pyet për disa vlera për vlerave morale të cilat tregojnë për vërtetësinë e fjalës së tij. Përmes këtyre vlerave morale ai pastaj i thotë normalisht ai nuk mashtron, nuk tradhton, nga se pejgambert nuk tradhtojnë. Edhe normalisht ai e fol të vërtetën. Për arsye se çish ka mundsi, kjo është logjike ka përdorur ai, mbreti. Sa ai ka ditë edhe në librat për më hershëm, edhe pejgamber tjerë siç kanë thënë. Thotë çish ka mundsi dikush mos me gënjy ndaj njerëzve, më huni njohur që nuk gënjen ndaj njerëzve, e pastaj me gënjy ndaj Allahut. S'ka mundsi më bëj ashtu dia. Ai personi që ka me gënjy për Zotin ai më herët sa shqare pa u gënjeshtra e tij. Pa u pa rana ati, pa do rana ati në shash. Përderisa s'ka dal, a lëdon që kjo është besnik, a lëdon që kjo vlerë morale e ka rujt këtë person edhe ka të regu se kjo person nëse thot diçka e thot vërtetën. Nëse pretendon se i ka shpallja, po një me i pas ka shpallja. Pse? Për arsye se nuk ka mundësi një person që i ka kësi vlera me qenë mashtruese dhe me qenë tradhtar. Andaj do shollazni, këto vlerat morale që i ka përmend Hatixha radhiyallahu anha, po përputhen me të njëjtat që i ka përmend ky personi për Abu Bekrin dhe po përputhen me të njëjtat që i ka përmend Herakliu kur e ka pyetur Abu Sufjanin dhe i ka vërtetuar siç kanë qenë vlera më herët te pejgambert. Subhanallah. Pastaj do shollazni, është interesant, Hatixha radhiyallahu anha ka përmend në këto vepra që i ka përmend, ose në këtë fjallën e saj të bukur, e ka përmend vepra, jo fjallë. Me siguri pejgamberi sa ka qenë me Hatixhen, ka thonë edhe fjallë ndryshme, ka thonë edhe fjallë shumë bukura. Ka thonë me siguri ndonjëherë edhe poezi. Me siguri ndonjëherë ju ka gjinda asaj në moment të caktuar me ndonjë fjallë, domethënë që ka mbet në kokën e saj. Megjithatë ajo nuk ka përmend fjallë. Ajo ka përmend vetëm vepra. Nga se veprat në realitet e bëjnë dallimin. E veprat e bëjnë dallimin. Fjallët, ka mundësi me thonë njeri, ka mundësi me thonë kush dush. Ndoshta nga njëherë edhe, si me thonë, dikush është i prirur për me folë fjallët bukura, me tregu muhabetet mira. Me po ndoshta ai vetë nuk beson ato fjallë. Ndoshta ai vetë është lartë për aty në fjallë që ka thotë. Kurse vepra tregon sinqeritetin e njerit. Ti mosh me folë çka dush, me thonë lloj poezie, me thonë lloj fjalie të bukur, edhe në qohësh e bani diçka të kundërt me ata çka ke folë. Çka thonë si për njerëzve? Ky veç pat fjalë, veç pat mohabet. E më çu me bëni vepër pa fol hiç. S'ka nevojë me fol pastaj. Pse? Për arsye se pastaj njerëzit e dinë që ti kukshe i sinqert. Ti kukshe i drejtë qëndrimet e tua. Pse? Se përmes veprës për kallëzon. Edhe kështu ka vepruar Hatixha, kjo grua e mençur. Përveç që i ka përzgjedhur këto fjalë siç thash, përveç që ka treguar këtë definicion shumë bukur për pejgamberin sallallahu alajhi wasallam, ka përmend vepra. Ka përmend vepra. Që me tregu se çto vepra janë ato që e kanë bërë dallimin te pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Për këtë arsye do të vllazni me pas tradit veprën. E tregon sinqeritetin tonë dhe tregon se ti ke për një me këtë punë. Kurse fjalë siç thash, fjalë mundet njëri vetëm me folë dhe me ju bë tradit me folë. Këtë arsye dietarët e hershëm, edhe vetë pejgamberi sa në për hadithe ndryshe, po dietarët e hershëm shpesh kanë thonë që faktikisht vepra është ajo që e vërteton fjalët janë për një me, janë për një me. Fol sa dush, bën mohabet sa dush. Madje kanë thonë edhe fjalë tjera që ata që flasin shumë nuk i gjojnë besimtarëve. Ata që tregojnë vepra ose që tregojnë fjalë, që tregojnë vepra të mira përmes fjalëve, jo përmes veprave, po përmes fjalëve. Ata nuk i ngjojnë besimtarë. Besimtari fol pak, punon shumë.
Hipokritët, ato janë që folin shumë, tregojnë tregime, projekte, kurse rrinë me një vend konkretisht të piçaj. Dhe për këtë arsye, nuk e tregojnë sinqeritetin e tyre ose nuk mirën parasysh dhe nuk mirën serioz parasysh se veprat ju mungojnë. E Hatixha me mençurinë e saj ka përmend veprat e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam dhe nuk e ka përmend asnjë fjalë të bukur, interesante ose diçka ndaj thënie e thellë ose diçka që e ka thonë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Çështja tjetër që është interesante në këtë tregim po ashtu është se Hatixha, edhe pse dihet historikisht që ka pas një jetë tepër të bukur me pejgamberin sallallahu alajhi wasallam. Ka pas një mirëkuptim shumë të madh. Na treguam edhe në biografinë e saj që pejgamberi sa më ka dashur shumë, nuk e ka harruar të mirat shumë me vite mas vdekjes. Edhe çdo herë kur e ka përmend për mallim edhe me nderim edhe me respekt. Megjithatë, subhanallahu, Hatixha radhiyallahu anha nuk ka përmend në këtë rast veprat mira që i ka bërë pejgamberi sa ndaj saj. Për shembull, ka mujt më thonë, ja ti je njeri mirë, mos u thot se një herë më kon këtu në gjendje ti më ke ndihmu, ti ke qenë me mua bashkë sa herë që unë kam pas nevojë, ti më ke ndihmu në këtë rast e kështu me radhë. Edhe pse, edhe kjo tregon një lloj morali, po nuk e tregon moralin edhe virtytin e plot njerit. Pra se ka mos i dikush për njerëzve me qenë mirë në shtëpi, po pastaj nuk është mirë momentin që del jashtë ose bën tregti ose rrin me njerëz ose shoqërohet me njerëz, nuk e përmban vetëm. Ka mos i edhe kundërta, dikush me qenë mirë me shoqëni jashtë familjes, kur të hinë në shtëpi mos me qenë ashtu. Domthonë ka mos i edhe kështu me qenë. Kurse ajo çka është tamonile që e përshkruan një personalitet është ajo çka bën jashtë shtëpisë. Ajo çka bën si me honën në gjithë aktivitetin e tij me gjithë njerëzit. Normalisht edhe në shtëpi, po them jo vetëm u kufizuar në shtëpi. Pra ai çka bën vepra të mira në shtëpi, edhe çka bën vepra të mira jashtë shtëpisë, për arsye se ato pastaj janë edhe më universale, më gjithëpërfshirëse. E përfshin këtë jetën e tij. Dhe këto ka pas për qëllim Hatixha mi përmend. Pra, disa vepra që mu ju mbon mesin e njerëzve, vepra me cilat është përshkru pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Kjo do shëllaznia shumë me vlerë, shumë me rëndësi. Pra, njerëzit i kanë po veprat e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. I ka po i dopti, i ka po kujshia, i ka po i afërmi, i ka po i largti, i ka po ai që ka pas nevojë me gjyku diçka. I ka po edhe ai që është pasuniku, në rast të caktuar, i ka po edhe ai që ka gabu, që ky spjamoj ka anën gabimit. I ka po edhe që ka folë të vërtetën, kur s'ka pas krah, kush me ndihmu. Pra njerëzit e përgjithshëm që kanë jetuar në atë vend, i kanë po secili prej tyre këto virtyte të larta të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Dhe jo rastësisht banorët e Mekës vet hala pa shpalla i kanë thonë pejgamberit sallallahu alajhi wasallam as-sadiqul amin. Besniku dhe i sinqerti. I drejti dhe i sinqerti. Vetë ata kanë dhënë këtë epitet pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, duke i pa çto vlera morale të mëdha që ka qenë ky i pajisur me to. Madje edhe Allahu për me tregu vlerën e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam ja përmend vlerat morale. Thotë innaka la ala khuluqin azim. Vërtet ti je me një gradë të lartë të moralit. Subhanallahu, Hatixha radhiyallahu anha, jo vetëm që ju ka gjinë të momente pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, siç thash, momentet më kritike. Dhe pastaj unë mendoj Allahu alem që në çdo moment me i thonë çdo fjalë edhe me qenë në këtë qëndrueshmëri, edhe me pas këtë qasje aq të bukur, aq të fortë, është një prej vlerave më të mëdha që ka mundësi mi dhon një gruaje. Pra si se në çdo moment pejgamberi ka pas nevojë më shumë te. Ka qenë ballafaqimi i parë, ka qenë frika e parë e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam dhe ka pas nevojë për një moment dikush më ia thonë disa fjalë që janë mbështetëse për to, janë ngushtuese për to. Dhe këto fjalë të mëdha, këtë përkrahje të madhe e ka gjetë Hatixha radhiyallahu anha. Dhe jo vetëm që e ka gjetë, por siç thash, i ka përzgjedhur vlerat morale që i ka pasur pejgamberi sa gjatë kohës sa ka qenë me to, i ka përzgjedhur këto vlera që kanë qenë më të rëndësishme për jetën edhe për përshkrimin e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam.
Dhe kjo tregon mençurinë e madhe. Është interesant se Hatixha radiallahu anha, dhe me këtë po e përmbylli, i ka përmend këto anë logjike, morale, pejgamberit sa, si thash, me mençurinë e saj, me natyrshmërinë e saj të pastër, që më tregu se kjo çka është të ndodhur ty, nuk ka mundësi me qenë lajm i keq për ty. Përkundrazi, ti sigurohu, qetësohu se kjo ka më qenë mirë për ty. Kjo është ana logjike. Domthonë ana logjike që kjo përmes veprave të pejgamberit sa e ka bën një matematikë logjike në kokën e saj se ti ki me dalë me një rezultat mirë. Pastaj, sikur se ka desht Hatixha radiallahu anha me e forcu këtë anën logjike edhe me anën praktike. Dhe po ashtu ka desht që mi ia vërtetu pejgamberit selam se fjalët që ti thash ty, janë të vërteta dhe për këtë ka me dëshmuar dikush tjetër. Për këtë arsye subhanallah thot në transmetim fa atat bihi ila Waraka ibn Nawfal. Ka shku Hatixha, mbasi që ka thonë këto fjalë, mbasi që ka filluar mu qetësu pejgamberi sa, thot në hadith e ka marrë, dhe shqipjan kjo fa atat bihi e ka marrë për dorë dhe e ka çuar te Waraka ibn Nawfal. Kjo grua e rrallë e ban hapin tjetër, e merr pejgamberin sallallahu alajhi wasallam, mbasi ja thot këto fjalë, e merr dhe e çon te Waraka ibn Nawfal. Waraka ibn Nawfal ka qenë person që e ka mbajt fenë e pastër të Ibrahimit alayhis salam, që ka mbet. Edhe ka ditë edhe me lexu në Teurat. Ka pas dije edhe në gjuhën hebraishte dhe ka lexu edhe në Teurat. Dhe pastaj i thot, o Waraka, dëgjoje çka po djali vllau tant, se kanë qenë familjarë me pejgamberin sallallahu alajhi wasallam. Dhe kjo është metodë e njohur te arabët. Domthon shprehja. Dëgjoje çka po djali vllau tant. Dhe ai pastaj ma shumë e përforcon pejgamberin sallallahu alajhi wasallam. I thot kjo çka po thuti, kjo është ajo fshehtësia që zbret pe qiellit që i ka zbritur edhe Musa alayhis salam. Që kjo është e njëjta. Që i ka zbritur edhe Musa alayhis salam. Edhe i thot sikur të kisha kondën e gjallë, kisha me të ndihmu me një ndihmë të madhe. Kur të nxjerrin populli jot prej Mekës. Pastaj pejgamberi sa më çuditë thot faktikisht fillon me dëgju lajme të çuditshme. Po pse kanë më nxjerr ata mu prej Mekës? Patim pse më nxjerr mu prej Mekës, unë sans konvoni, unë vazhdimisht i dalluar, i dashur mesin e tyre. Pastaj ajo thot një fjalë shumë bukur. Thot nuk ka njeri që ka ardhur me një thirrje me cilën ti ke ardhur, vetë se është armiqsu pe popullit vetë dhe është largu pe vendit tij. Vetë se është armiqsu. E tash Hatixha radiallahu anha, ka diç më thon pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, ana e saj, mençuria e saj, logjika e saj është ajo që e treguam. E ka dhënë definicionin më të mirë për vlerat morale që i ka pasur pejgamberi alayhis salam. Edhe pas saj ka thonë që unë të çoja te një person tjetër që ka dije për fenë, që është në fenë e pastër, nuk i adhuron idhujt, e ka çuar një person që duhet me çuar ai. Se ka mujt me çuar te familjarët e vet dikush. Po ata nuk kanë qenë fenë e pastër, ato kanë qenë idhujtar, politeist. Për këtë arsye nuk e ka çuar pejgamberi te ata të tjerë. Po e ka çuar te Waraka, e ka gjetur Waraka, e ka çuar te ai, ka thonë që borjam, unë po tregoj përmes argumenteve logjike që ti në vërtetën dhe po ta jep edhe një argument një person që i merr vesh me fe. Që hala e ka një pjesë shpalljes që ruhet, që është e pastër, që ai mundohet me adhuru Zotin në fenë e drejtë. Dhe ta shohim pastaj çka po thot ai. Dhe normalisht se pastaj ai hala më shumë e ngushton edhe ja tregon si më thon kët lajm të madh që po i vjen pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Edhe kështu pastaj fillon edhe vazhdon zbritja e shpalljes ndaj pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Kjo është, si thash, fjalia e parë që është ruajtur për Hatixhën radhiyallahu anha, e që e përmenda edhe në biografinë e saj që nuk janë ruajtur shumë fjalë për Hatixhës, për arsye se ka vdek herët, ka vdek 3 vjet para se me bër hijret pejgamberi sallallahu alaihi wasallam për mu shpërnguar për Medinë, dhe kanë qenë fillimet e shpalljes, andaj edhe nuk janë ruajtur fjalët e Hatixhës, ndoshta janë 2-3 fjalë krejt që janë ruajtur, mirë po s'ka dyshim se në mesin e këtyre fjalëve kjo fjali që është ruajtur dhe cilën e transmeton vetë Aisha, që e ka treguar pejgamberi sallallahu alajhi wasallam në Sahihun e Buhariut,
është prej margaritarëve më të rrallë që është ruajtur në historinë e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Nuk ka dyshim se kjo fjalë është prej margaritarëve më të rrallë që është ruajtur në historinë e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, sidomos siç thash, dhe po e përsëris sidomos në ato momente të vështira kur ka filluar me zbrit shpallja e që ka qenë ai farë ndryshimi i madh në jetën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Allahu qoftë i kënaqur me këtë grua të madhe. Allahu na bashkoft me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, me gratë e tij, me muslimanët përgjithësi, me familjarët tonë në xhenetin e shtrejtë. Allahu na mësoj që të ecim rrugës së pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, sidomos në vlerat morale dhe virtytet që i ka pasur në jetën e tij, e sidomos me njerëzit, me farefisin, me ata që ka jetuar dhe ka bashkëjetuar dhe me vendin që ai ka kaluar jetën e tij. Allahu na mësoj që të jemi edhe ne të tillë, të ecim rrugës së tij dhe na mësoj që të dalmi faqebartë nga kjo botë dhe të takojmë Allahun duke qenë ai i gëzuar me neve dhe ne të gëzuar me të. Allahumma amin, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.